Një tërmet i fuqishëm me magnitudë 6.1 të shkallës Richter ka tronditur mbrëmjen e së hënës rrethin Sindirgi në provincën Balikeshir të Turqisë, duke shkaktuar panik, dëme materiale dhe frikë masive në disa qytete të mëdha të vendit. Lëkundja kryesore është regjistruar rreth orës 22:49 sipas orës lokale me një thellësi vetëm 5.99 kilometra, çka e bën atë një tërmet të cekët dhe përpasoj shumë të ndjeshëm në një zonë të gjerë. Dridhjet janë ndjerë fuqishëm në Izmir, Bursa, Stamboll, Tekirdağ dhe në disa pjesë të Egeut Lindor, duke detyruar mijëra qytetarë të dalin në rrugë. Sipas autoriteteve vendore, disa ndërtesa të vjetra në Sindirgi janë shembur pjesërisht, ndërsa raportohet për disa persona të lënduar lehtë që kanë kërkuar ndihmë mjekësore për shkak të rrëzimeve apo panikut. Ekipet e shpëtimit dhe zjarrfiksit u dërguan menjëherë në zonë për të kërkuar të mbijetuar nën rrënoja dhe për të vlerësuar dëmet strukturore. Forcat e emergjencës Afad kanë ngritur qendra të përkohshme strehimi, ndërsa banorëve u është kërkuar të qëndrojnë larg ndërtesave të dëmtuara dhe të shmangin përdorimin e telefonit për të mos ngarkuar rrjetet. Sipas vëzhgimeve sismike, tërmeti i Balikeshirit u pasua nga disa pasgoditje më të vogla, por të ndjeshme në zonat përreth. Gjeologët turq paralajmërojnë se pasgoditjet mund të zgjasin për disa ditë, duke kërkuar nga qytetarët kujdes të shtuar. Ekspertët kujtojnë se rajoni është një zonë me aktivitet të lartë sismik, pjesë e thyerjes Anadollit Verior, që është ndër më të rrezikshmit në Mesdhe.